Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1430, lufta 100 vjeçare anglo-franceze, Jeanne d'Arc kapet nga forcat e Burgundis. 1498, Girolamo Savonarola digjet në turrën e druve në Firenze, Itali. Ai kishte bërë shumë armiq të fuqishëm, mes tyre Papa Aleksandrin e VI. 1568, Holanda shpall pavarësinë nga Spanja. 1701, pasi dënohet për pirateri dhe vrasje, William Moore, apo siç njihej kapiteni William Kidd, varet në Londër. 1805, Napoleon Bonaparte, kurorzohet mbreti i Italisë në katedralen e Milanos. 1813, lideri amerikano-jugor i pavarësisë, Simon Bolivar, hyn në Merida, duke filluar okupimin e Venezuelës dhe shpallet El Libertador, çlirimtari. 1846, Meksika shpall luftë mbi Shtetet e Bashkuara. 1853, Buenos Aires fiton pavarësinë nga Argentina. 1906, ndorron jetë në moshën 78 vjeçare Henrik Ibsen. Ibsen ishte një dramaturg dhe regjisor i teatrit norvegjez. 1911, purohet Biblioteka Publike e New Yorkut, struktura më e madhe premërmeri, ndërtuar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara. 1915, lufta e parë botërore, Italia bashkohet me aleatët Britani, Francë, Rusi, pasi ato i shpallin luftë Austro-Hungarisë. 1929, lëshohet filmi i parë vizatimor me fjalë Mickey Mouse. 1939, nëndetësia e marinës amerikane USS Squalus mbytet jashtë Bregdetit në New Hampshire gjatë një zhytjeje prove, duke shkaktuar vdekjen e 24 marinarëve dhe 2 teknikëve civil. 1949, themelohet Republika Federale e Gjermanisë. 1951, tibetianët nënshkruajnë marrëveshjen 17 pikëshe për shirimin paqësor të Tibetit. 1992, gjykatësi më i spikatur antimafia i Italisë, Giovanni Falcone, gruaja e tij dhe 3 roje vriten nga klani Corleonesëve me një bombë gjysmëton afër Kapaqit në Siçili. 1996, ndron jetë këngëtari, muzikanti dhe aktori turk Tanju Okan. 2002, miratohet protokolli i Kyotos pas ratifikimit të tij nga Islanda. Sipas marrëveshjes, vendet e industrializuara duhet të paksojnë së bashku emetimet e gazrave serë me 5.2%. 2004, një pjesë e terminalit 2 të aeroportit Charles de Gaulle shembet, duke vrarë 4 njerëz dhe plagosur 3 të tjerë. 2006, shpërthen vulkani i Alaskës, mali Cleveland. 2010, policia fillon gjuetim për kapjen e trafikantit të drogës Christopher Koch në Jamaica. 3 ditë për leshje shkëmbime zjarri në rrugë, gjatë të cilave humbën jetën 73 kalimtar.